ku shkojmë, përsëri kthehemi në rubrikën tonë të dashur, misë nderuar, është ajo rubrika e Facebookut. Jemi rikthyer këtu në vendin tonë ku jemi me Ylkën. Ylka, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Jemi në rubrikën e Facebookut. Rubrikë kjo është në fanpage-in tonë Një kafe me Labin, të përmbledhur me Mirafon, sa tashmë kemi marrë, që do doja shumë të falenderoja që po na shkruajnë dhe janë shumë aktiv. Unë tashmë kam postuar edhe një shkrim ku i kam lutur ata që të shkruajnë një pyetje për juve. Kanë ardhur pyetje të shumta, qoftë private, qoftë profesionale, besoj se do t'ju përgjigjesh me kënaqësi. Nëse i di, përgjigjet po. Okej, para kësaj, do doja di pak se qa ke po këto ditë, udhtove prej Gjakovës këtu, apo ke qenë në Prishtinë? Sot udhtova prej Gjakovës, po më nëjtë shumë të në kohës udhtoj, sepse është vendi ku jetoj. Ka qenë një kohë me shumë aktivitete, si zakonisht vera për jo tashmë vetëm për artistët, po për gjithë njerëzit pohet periudhë ma intenzive, ku kemi shumë punë, shumë aktivitete muzikore, shumë ahengje, shumë darsma, njerëzit kanë një disponim ma të mirë edhe kanë dëshirën me festu, edhe sigurisht edhe pushimi i lidh me kohën e verës. Përgjithsisht ka kalu shumë mirë, përveç punës, kom bo dhe pak pushime për veti, kështu që jam shumë e kënaqur me këtë kohën që ka kalu. Okej, ku ishe me pushime? Pushimet i kam pas të shpërndame, një pjesë pushimeve kom kalu në Dhërmi, një pjesë e Shqipërisë që më pëlqen shumë, jo vetëm mu, po e di që gjithëve na pëlqen. E ka një natyrë të mrekullueshme që s'besoj që e gjenë me në vend tjetër. Një pjesë tjetër e kom kalu në Budva, në Maltëzi, dhe një vikend e kom kalu në Londër, kom shoqëri atje, kështu që më kanë ftu edhe pata mundësin me shku, pata fatin që pata dhe vizën, kështu që mu gjetë mirë për periudhën e verës, e pash edhe Londrën e Rita Orës. Edhe me të vërtet jam mrekullu që Rita Ora Stylish mbush Londra. Jam gëzu shumë, ka ardhë shumë mirë, sepse për na përfatësën mrekullu shumë. Pas ke pas mundësi kështu me i vizitu nga pak gjitha vendet. Po, e përmena, si tash po lidhet me këtë periudhë dhe në kërë është shumë aktuale. Ndisht, po. Okej, do të rikthesh ata shpytjeve që kanë ardhur. Marina Lumi thot cila skuadër të pëlqen futbolli? Se prita fytjen e parë me futbol. Si dhe qoftë, skuadrat, une i kam qef komtarët, i përcjeli faktikisht kampionatin botënor, të tjerat nuk angazhona shumë me i përcjel. Më pëlqen skuadra Italis, më pëlqen Brazili, por po e ndjeki atë traditën ose ato që ka pëlqenjë mashkujt që i kam në shtëpi, kështu që Barcelonën, herë Arsenalin, këto. Okej. S'dija mu të përgjigjen se i përmena shumë. Okej. Kështu prej dëshirës nuk është se ndoshta kishe shku me shiku në një loj futbolle, apo thjesht imponohet prej meshkujve si që përmende si jeni në shtëpi? Jo, kisha pas dëshirë. Kisha pas dëshirë, më pëlqen shumë atmosfera tifozve, kur e shoh prej ekranit, edhe është një atmosferë që të shliron edhe t'jep ndjenja të veçanta ama mërmendja, se nuk e kom përjetu. Kisha pas dëshirë, ndoshta dhe Shqipëri bile, kur lunë Shqipëria, mirë, po deri tash nuk kom marrë në iniciativë me shku me po në i loj, në të ardhme nuk i dhirë. Në përgjithësi me sportet tjera, shfaqet dhe një interesim për me lujt në një sport, Ylka, apo jo? Me lujt vetë, kam shumë dëshirë, po nuk është që më duket që kam shumë talent për atë punë. Këta kom vrejt qyshe vogël edhe jam tërhek qyshe vogël. Më ka pëlqyer shumë tenisi, kom përcjell gjithmonë. Po edhe sportet tjera, tash ish olimpiada, i kom përcjell me kështu bashkë me kurreshtje të madhe, sidomos notin, e kam përcjell edhe më ka pëlqyer shumë. Okej. Ema Ademi, Idea Murati ka një pyetje të njëjtë. Pyesin, a keni makinë? Çfarë veture vozit, Ylka?
Kam makinë, vozis Audi A4. Edhe të rego ma e shofere e se mirë, se sa ki marrë patentën. Patentën faktikisht e ko marrë shumë vonë, ka 4 vite që voziti, mirë po që shumë kanë thonë tjertë, jam shofere shumë e mirë. Ja dhru se shumë e shpejtësis? Nga njerë po. Nga njerë po. Marrë dënime? Po, ka marrë dënime. Ka marrë dënime dhe çuditërisht, shumicën, 3 dënime i ka marrë krejt për i kurvozis, mirë po prej 3 jave, 2 dënime i ka marrë në qytetin tim të dashur. Edhe më ka ardhur shumë çudi, se si ka mundësi, mirë po rregullat duhet respektuar, kështu që unë jam pro rregullave. Nëse nga njerë duhet me na falë. Ka njerë duhet, do mësë në Gjakovi u kënë Gjakov edhe ku nuk bot në i gabim shumë i madhë që kërcën jetën e dikujt, për shemë dhe kom parku keq makinen, marrë dhe më dënu për parking, okej. Si gjithë tjerë të dhonë. Në regull. Granit Bekteshe interesohet për ushqime, që ka preferon mësë shumë të me hongër ka? Shka ha? Më pëlqen shumë kuzhina popullore e jona, edhe i hatë gjitha. Mirë po, kam dëshirë me eksperimentu edhe me ushqime tjera. Zakonisht, ushqimet e ndryshme, do më thënë që janë jashtë kuzhinës tonë shqiptare, kam dëshirë me i provu kur shkojmë me në i vend tjetër ku njihet pratë specialitet. Për shambull, në Bregdet, gjithmonë preferoj me marrë ushqimet detit, sepse aty bëhen mas miri. Nuk kam shumë kajde në ushqim, po përpiqem kohëve të fundit me qenë ma kujdesshme se sa që kam qenë, se po m'duket kam shtu pak kilogram, kështu që duhet me i heq, edhe kam fillu me i kushtu pak ma kujdes për zgjedhjes ushqimit. Sa i përket gatimet, që kemi ju të ngatim, a gatun mirë, a gatun shpesh, cilin ushqim ta preferojnë më shumë të argatitur për te? Disa pyetje, nështë atjerë të shimë përgjish ma mirë se unë, ata që i provojnë gatimet e mija. Më pëlqen shumë me gatu, më pëlqen shumë kuzhina, kom dëshirë me eksperimentu çdo herë me fut diçka tre. Specialiteti i fundit që kom bo janë pastat, mirë po dhe gjella tradicionale kom dëshirë me mësu, jam shumë kërështare edhe i bëj. Edhe më duket që ju pëlqen tjerve. Më kujtohet një rast, do më thënë, fillimet e mija të gatimit kur kam qenë studente, edhe hera parë që kam përgatit pasur. Edhe më kujtohet që cimeret e mija i kanë hongër nga 3 pjata. Kështu që ajo ka qenë një motiv shumë i mirë që emocional. Qish me fillim pas ke pas vullnet për me vazhdu. Okej, unë ka përmend edhe kohën e studimeve dhe me njerë unë rikujtoj që me të pitë pak për shkollën fillore, për kohët kur ka qenë, unë ka më vogël, ma ndej si vendosi për me vazhdu tutje fakultetin, shkolla mesme, eksperiencat e kom pak për te këto. Ku e ke përfundu shkollën fillore në Gjakov? Shkollën fillore e kom përfundu në Gjakov, edhe shkollën e mesme, gjimnazin. Shkollën fillore kam qenë në shkollën Mazlum Kupuska, ndërsa në të mesme në gjimnazin Hajdar Dushi. Kam qenë zonë se, nëse tash, mos të bjenë që po lavdon, po i tregoj rezultatet, kam qenë në shkëlqyshme. Ka pas raste kur edhe më kanë dëshku arsimtarët edhe për kundër faktit që i kom pa të gjitha peshe, ma kanë vu edhe në i mish, nuk e din, ashta me më stimulu, po nuk e ka pas efektin e stimulimit të unë në atë kohë. Ka ndodhë që edhe më kanë, nëherë më kanë bërtit ose kanë kalu edhe matutje përveç bërtimes, aty këtu në arsimtar, edhe si u harroj. E pse këto, për çfarë arsye? Kësi probleme apo? Jo, për kontrazi, më kanë shu për të urt, edhe të kujdeshme në shkollë, mirë po, ja që nga njëherë ndodhë që jeta personale dikujt ndikon që të shfryjemi të tjerë. Kështu që unë jam kundër dhunës në nxënësve. Shkollën, do më thënë fakultetin, kam studiu në Universitetin e Prishtinës, 2 vite fakultetin e biologjisë,
Do më thënë, ideja ishte në fillimisht që të studioj psikologji, mirë po në Kosovë nuk ka pas departament psikologjisë, kom regjistru biologjin, 2 vite, pastaj është hapë fakulteti psikologjisë edhe kom braktis ato për mu regjistru në fakultetin e psikologjisë. Me njerë kom vazhdu studimet master, po në Universitetin e Prishtinës, me degën e psikologjisë klinike, tashmë veç jam përgatitje temës këto ditë, jam duke angazhu mjaft, edhe besoj që shumë shpejt do t'jem master. Një psikologe, gjysëm biologe, këngëtare. Ndërsa kam fillu me muzikën ma intenzivisht, mirëm, atër ku kam qenë vitin e 2 fakultet. Do më thënë, kur kam qenë studente, profesorët nuk më ka njohë për këngëtare, kështu që nuk i kam kry provimet me ndikimin e famës. Më zhdash me të vërtet me mësu mjaft shumë, kom pas fat që kom pas një, do më thënë, ligjerus, profesor, shumica nga vendet ndryshme, do më thënë, internacional, kom pas dhe profesor shumë të mirë të vendit, kom marrë dije shumë për tyre, kom pas fatin të i pas profesor të huj me mësu edhe shumë mirë gjuhën në angleze, që që... Në kursen master, mandej e njësëm profesorat me të lutë për me i këndu kanga. Apo asat herë nuk ndikoj shumë? Jo, i kom pas, veç një profesor kom pas shqiptar, tjertë i kom pas të huj. Kështu që edhe ata nuk kanë qenë shumë në vjedhat e showbizit kosovar, nuk më kanë njohë. Më kujtohet profesori moshe ligjeratën e fundit, kur ja dhash indeksin për ma dhënë në shkrimin, tha, ti tha ishe këngëtare shumë e famshme, ti tha, pëse s'po të regojnë. Tash po, jam studente këtu. Si ke po ndoj të dedhurat, mirë thonë. Okej, besoj që i kujton me shumë nostalgjikon edhe momentin e parë kur ti ke dalë me këndu në skenat, kujtohet? Kur kom dalë me këndu në skenë, bashkë për herë të parë, ka qenë klasa 5. Po, edhe të regom, ka qenë festival, apo? Ka qenë koncerti shkollës, kam këndu një këngë të babit, kam këndu edhe një këngë tjetër, Mori Vjolca që qelë në saksi. Mori Vjolca që qelë në saksi. Kam qenë edhe valtare, valle popullore, njëtin koncert. Pastaj çdo vjet në koncertet e shkollës kam marrë pjesë si këngëtare, neherë moderatore. E gjithanshëm në për aktivitete ju ka. Okej, të vazhdoj me pyetjet e tjera. Cili këngëtar të pëlqen më shumë, ti thot Bena Jetullahu? Nuk e ka përmend ndërkombëtar apo vendor, kështu që ti përmendim të dyjat, nëse s'kish fund. Këngëtar, atër po filloj me vendor, ka shumë këngëtar të mirë, dhe gjeneratave të ndryshme. Mirë po, me të vërtet, kur fillon njeri me kërku këngë, edhe kërkon prej këngëtarve të ndryshme, i vren edhe dallimet, edhe njoftohet edhe ma shumë me këngëtarët. YouTube nga ka dhënë një mundësi të jashtëzakonshme, me të vërtet, për me gjetë këto. Jo që nuk e kam njoft, mirë po e vlerësoj jashtëzakonisht shumë edhe është një za i papërsëritshëm në Xhmije Pagarusha. Sa herë ndëgjoj, tham si ka mundësi me arrit këto notat larta edhe këto notat ulta kaq bukur, me tingëllu kaq bukur në një kohë ku mundësi teknike nuk ka pas shumë. Po ashtu edhe këngë që janë bërë për ta, edhe këngë që ajo i ka këndu, domethënë kompozitorëve të ndryshëm, me të vërtet i ka qa. Edhe është të mrekullueshme, kështu që është një model kisha më thonë për mu, mjaft i mirë. Po, sa i përket këngëtarëve ndërkombëtar? Këngëtarë ndërkombëtar ka shumë, janë të ndryshëm. Whitney Houston është njëra ndër divat që zbesoj që ne këngëtar kalon karrierën e vetë pa e ndëgju, pa e studiu edhe pa e pëlqy shumë. Kështu që edhe unë i përkas asaj pjese. Mirë po, ka dhe këngëtarë tjerë, për shembull është këngëtarja italiane Giorgia, që e kam dëgju, e kam stërë ndëgju, e kam studiu edhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Ajo këndon një lloj
Gjezi, shumë special, mirë po ka një ngjyrë shumë të bukur, shumë të ëmbël. Jam frymëzu prej saj, edhe këngën, më me thonë që një prej këngëve të mia, do më thonë, e kam këndu nga frymëzimi që e ku marrë prej asaj. Fitim Gashi pyet me cilin këngëtar apo këngëtare vendore kishit bërë ndonjë bashkëpunim? Apo a kënë të plan ndonjë bashkëpunim me këngëtar tanë këto kohët e fundit? Kam pas bashkëpunime me këngëtar, kam pas, do më thonë, një duet me Ardit Gjebren që është pëlqyer jashtëzakonisht shumë, edhe është një prej artistëve më të kompletuar. Pastaj kam pas edhe bashkëpunime tjera. Një ndër bashkëpunimet ka qenë me Mentor Azirin, që kemi realizu një duet në rastin e Videofestit, kemi qenë moderator. Jo me hapun për bashkëpunime, mirë po është më rëndësi tjetë kënga duhun, që na përshtatet dhe t'jemi vokalisht jo shumë largë për një tjetët me këndo që të bëj duet. Kom pas knatësin tash më ndër vite me bashkëpunu me babin, kemi pas disa bashkëpunime potpuri muzikë popullore bashkë, edhe më të vërtet sërë që i bëjmë me shumë dashuri. Kam qenë angazhume me një aktivitet tjetër në Tiranë, ku kam kënu në duet vazhdimisht. Kam pas një duet me Tunën, kam pas me Alberien, kam pas me Juliana Pashen. Kemi kalu shumë mirë, biles Single Ladies me Tunën ka bërë shumë i suksesshëm, është pëlqy shumë. Me të vërtet kam raporte shumë të mira me disa për kolegëve dhe me ata që kam raport mirë kisha pas dëshirë, edhe me pas duete. Je duke përgatitur këto kohët e fundit të ndonjë këngë, tre, album, klip? Jam duke e përgatit një këngë me tematik kombëtare. Besoj që do del shumë shpejt edhe bashkë me videoklip. Mundesh më na i tregu bashkëpunëtor të këngës apo? Besoj që momentin kur ta realizoj këngën, do t'ju telefonoj edhe do të vi ta bëj promovimin. Në rregull, jemi të ardhur, të vazhdoj me pyetjet e shumta përpos pyetjeve, yll ka edhe komente shumë të mira prej gjithëve, të përshëndesin. Okej, Alush Kovaci thotë pse zakonisht të vishësh me ngjyrë të kuqe? Përshtatet shumë apo ke ndonjë arsye tjetër? Dashuri, Gjakova e kuqe. Nganjëherë detajet, nuansat nuk duken sakt në televizion, kështu që për momentin kjo bluza ime është ngjyrë portokalli ose portokall. Nështë në ekran del më kuqe, është efekti edhe i zezës me siguri. Portokall. Okej, ngjyra kuqe më pëlqen, më kanë thonë që më shkon, kështu që nështë kohëve të fundit më tepër kom përdorë, se ma herët asë kom ditë se si më rrinë se kom qenë shumë ma lidhë me zezën, por kuqja, edhe kuqi mbi emrin, se ti. Okej, Salisht Abani thotë i kisha jap komplimente shumë yllkës, është shumë e bukur edhe zërën e ka të bukur, e lezetshme edhe vetëm kaq. Faleminderit shumë. Okej, vazhdojmë me pyetjet e tjera. A kishe pas dëshirë me taku Rita Orën? Pyet Fortesa. Fortesa tregon kush nuk do donte me taku Rita Orën. Këto do është ta me thonë edhe unë. Kisha pas shumë dëshirë, bile kur erdha në studio, labi më tha, hajde, prej dritores për shifet atje ku janë tu e gjiru klipin, thash, a të shkojmë në lojnë jo, tha. Kisha pas shumë dëshirë me taku, me gjitha ta mjafton që t'ja shohim sukseset e saj, kushdo që është i takon kombi ton edhe arrin diçka të mirë jashtë botës, na përfaqëson mirë, me të vërtet na bën mundi shumë mirë. Unë kur po shihja pak më herët një sekuencë natës mbrëmshme ku ishte The Newborn, gati sa nuk fillova dhe unë me qajt për emocioneve, kështu që kisha pas qef me taku, po edhe nëse se takoj, mjafton që e di që dikush e ka atë sukses ashtë madhë. Edhe Rita Ora style është
do më thënë e ka pushtu moden në Angli, edhe kjo nuk është pak. Definitivisht, po. Vazhdoj me një pyetje tjetër që bën drenu shahodat, cila është dhurata më e mirë që e ke marrë ndonjëherë? Dhurata më e mirë? Më kanë bërë dhurata të ndryshme me vlera të mëdha materiale ose do më thënë, me vlerë shumë të madhe simbolike, kange, gjana tilla mirë, po i vlerësoj shumë dhuratat e motrës që mi bën vizatimet e bukura për ditëlindje. Definitivisht. Ato më bëjnë shumë ngrohtë mundi. Duken më të veçanta. Rregull, vazhdoj më tutje. Ylli Fazliu thotë cili është momenti më i bukur në jetën tënde? Çka e shqetëson ti si momentin më të rëndësishëm? Kur bojnë këto pyetje të përgjithshme shumë vështirë mi nda një dhe mi tregu cili është. Ka shumë momente të bukura, mirë po momentet më të bukura për mua janë kur jam afër familjes. Falem. Okej, tregon pak, dim se ke edhe një vlla Ylka, ai tashmë është i kam njohur 3 vëllezër. 3 vëllezër, më fal. Deshta me cek faktin që vali pak a shumë po miret me muzikën kohët e fundit, edhe pse si fëmijë njohim që të ndonë, mirë po, tregon si ke raportet me familjarët e motrën, me vëllezërit? Unë jam fëmiu më i madh, kështu që kam një raport nështë pak të kujdesit për gjithë, mirë po edhe jam si person ku ata mujnë më ardhë, mu rrëfy, me më këshillu, mundohem ju ofru shumë dashuri, shumë këshilla për çdo që kanë nevojë, mundohem me kritiku sa ma pak, edhe mundohem me plotësu dëshirën sa ma shumë. Vali është me të vërtet, unë i thamë shumë solar, shumë ndriqus, shumë shkëlqys, këtë kohën të buzëqesh, edhe një person si ai në familje është shumë i këndshëm edhe i domosdoshëm, se na shtin gjithve mundi ashtu, na jep diell secili. Tash kemi kriju edhe raportet edhe më të afërt, për arsye se ka fillu, domethënë e ka përfunduar periudhën e fëmijërisë, këngëve të fëmijëve, ka fillu më marrë me muzikën ndryshe, ma profesionalisht, tash si i rritur. Ka regjistru Fakultetin e Kompozimit në Tiranë, kështu që do ta kemi Valin një kompozitor, nuk dyshoj me talentin që ka, që do të ketë shumë sukses. Jemi duke mendu për disa bashkëpunime, ajo është duke përgatit një gjë shumë të bukur, një koncert të tij solistik në Gjakov, edhe besoj që do t'jetë, do t'jetë shumë njërisi, sepse do t'jetë live gjithë shka, ku ai do t'lunë vetë një instrumente dhe do t'këndojnë. Ka pas sukses, i gëzohem çdo herë sukseseve ti, edhe jam me ankth sikur për veti. Edhe kënga që po e dëgjojmë në këto momente në sfond është e Valit. Zuar lab. Po rritën. Si sot e maj mend. Këta po rritën, as po ndryshojmë heq. Si sot e maj mend, kur kam qenë dhe kam prezentu albumin e ti. Atë kujtohet, lab, unë e kom këndu. Si sot e maj mend. Ylk, e di që ndoshta edhe shumë pyetje tjera kanë arrit në fanpage-in tonë, në Facebook, për ty, por koha s'na premton që ti përgjigjem gjitha këto. Unë po të falenderoj për zemërsisht, faleminderit shumë për gjithë atë rrugë që ke marrë për Gjakovës, ta kemi prish sot rahatin familjare, por si do që tjetë jemi një familje tjetër me shikuesit e emisionit Një Kahë me Lali. S'ka lidhje për rrugën, është e pamunda, është kënaqësi shumë e madhe sa që vin televizionin e juaj, është me të vërtet si në familje. Na jemi familiarizuar komplet shtëpia jonë me familjen 21. Kështu që çdo herë kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Ty shumë suksese, në anën tjetër edhe Valit shumë suksese, se unë
hala valin e shikoj do më thonë si një fëmi për glejlun kur kam qenë, qysh ka qenë për fëmi që ka asë në po tash u rritu buburën, ka kalu edhe buburën. Si të që tjetë, unë po të falenderoj edhe njëre, faleminderit shumë. Gjithat mirat, ty punë të mbarë suksesët, kur të abojmë videoklipin edhe të vali të dy keme. Bashk, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Përshëndetje për gjithë. Faleminderit. Ka shkishtë e saj përket Facebookut këtë javë, kurse këto momente shkoj me blokun e fundit të marketingut, e pastaj unë dhe Blerona jemi në kandin tjetër, duke ju pritur juve për 10 minuta resh në 55008811 ose 112. E kemi një pyetje për ju, edhe ajo pyetje ndoshta do të realizohet.